Përshëndes të gjithëve, mirë se vini në Newsline, do të jemi së bashku në vim për të parë zhvillimet kryesore të deri tani. Me një tropojan 72 vjeçar që banon në New Jersey ka vënë emrin në pagesën $6 milion të kontratës së lobimit për Sali Berishën. Nureddin Seci, dikur alpinist, ka paguar deri tani $750,000 për kompaninë amerikane të lobimit në një manovër së bashku me Flamur Nokën, e cila së paku ngre dyshime për një veprim që fshet transaksione të dyshimta parash. Një emigrant anonim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka marrë përsipër të paguaj $6 milion të kontratës së lobimit për heqjen e nëngratës së Berishës sipas Partisë Demokratike. Ai është Nureddin Seci, një 72 vjeçar nga Tropoja, i cili prej vitesh jeton në New York. Seci në Shqipëri rezulton të ketë qenë elektricist, ndërsa si hobi ka alpinizmin. Madje për kontributin në sport, në vitin 2022 ka marrë edhe titullin qytetar nderi të Bashkisë së Tropojës. Këtë titull ja ka dorëzuar kryebashkiaku socialist Rexh Byberi. Nureddin Seci figuron në disa shoqata patriotike. Ai është antar i kryesisë së degës Vatra Mëmdheu në New Jersey, si dhe koordinator i një gazete për Alpet. Por në kontrat, ai është shfaqur vetëm si përfaqësues i një fondacioni me emrin Make Albania Great Again. Ky fondacion rezulton të jetë vetëm një fantazm, pas një adres, faqe zyrtare apo antar, pasi Partia Demokratike pretendoi në reagimin zyrtar se emigrantët shqiptar nëpërmjet këtij fondacioni do të derdhin $6 milion. Vetë Nureddin Seci, përveç profesionit si elektricist dhe hobit si alpinist, nuk rezulton të ketë tjetër zanat, ndërsa mësohet të ketë një jetë modeste në një banesë të thjeshtë. Përzgjedhja e këtij 72 vjeçari në këtë kontratë lobimi nuk është rastësi, ashtu si nuk duken rastësi edhe udhëtimet e shpeshta të bashkëpunëtorëve të ngushtë të Berishës drejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës muajt e fundit. Në kontratën e nënshkruar me Continental Strategy, theksohet se klienti i marrjes së shërbimit është vetëm Partia Demokratike dhe jo Nureddin Seci, ndërsa Selia Blu nxitoi të sqarojë se është palë e tretë dhe vetëm ka rënë dakord me firmën e Flamur Nokës. Por a është Nureddin Seci vetëm maja e icebergut në këtë kontratë, një emigrant anonim i cili ka dalë zot patriotit të tij, Sali Berisha, për t'i zgjidhur hallin e madh të nëngratës, apo ky 72 vjeçar është manovra për të legalizuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës $6 milion e Partisë Demokratike, me qëllim për të fshehur burimin e tyre të dyshimt? Kësaj pyetje mund t'i përgjigjet vetëm SPAK. Kontrata marrëmendse prej $6 milion parashikon pagesa prej $250,000 çdo muaj deri në vitin 2027. Partia Demokratike nuk thot nëse bëhet fjalë për shërbimet e Krislia Çivita, por pagesa e parë në prill koincidon me ardhjen e këshilltarit amerikan në Tiranë. Suksesi vetëm deri më tani i lobimit është vetëm një telefonat me kabinetin e sekretarit të shtetit Marco Rubio. Sali Berisha ka nisur zyrtarisht lobimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për heqjen e nëngratës. Kjo është kontrata e cila provon fillimin e iniciativës së doktorit për të hequr njollën e zezë të Departamentit Amerikan të Shtetit, të cilën nuk po heq as administrata e re Trump. Ajo parashikohet të jetë 2 vjeçare me një kosto mujore $250,000 dhe në total $6 milion. Deri tani janë paguar $750,000 paradhënie, por palët kanë rënë dakord që kontratën mund ta ndërpresin në rast të një kërkese të dytë. Edhe pse në detaje është kujdesur ta fshehë qëllimin personal me ato për krijimin e marrëdhënieve me Shtëpinë e Bardhë dhe Kongresin Amerikan, mbështetja për reforma për demokracinë e kundër korrupsionit, apo përvojë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të realizuar objektivat e Partisë Demokratike. Jo rastësisht, Partia Demokratike ka përzgjedhur një kompani lobimi të zotëruar nga Trumpist. Continental Strategy është themeluar nga ish këshilltari i presidentit Trump, Carlo Trujillo, por në gjirin e kësaj firme ka disa njerëz të afërt me Trump. Kjo kompani promovoi si drejtoresh Katie Wiles, vajza e Suzy Wiles, që shërbeu si shefja e fushatës së presidentit Trump. Alberto Martinez, një ish shef stafi i sekretarit të shtetit Marco Rubio, është punësuar si një partner menaxhues
por edhe zëvendës drejtori politik i fushatës së Trump, Alex Garcia, si partner. Nga Selia Blu kontratën e ka firmosur sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka, kurse si garantues i pagesave ka dalë një shqiptaro-amerikan me emrin Nureddin Seçi. Sipas Elis Blu, kjo është një iniciativë e tij dhe disa emigrantëve shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët do të paguajnë $6 milion vullnetarisht, dhe Partia Demokratike ka firmosur vetëm dakordsinë, por jo barën financiare. Kontrata është firmosur në 4 prill dhe Partia Demokratike e ka marrë edhe shërbimin e parë. Një telefonat, një bisedë telefonike me Dan Huller, shefin e stafit të sekretarit të shtetit Marco Rubio, i cili drejton departamentin që mban në fuqi non gratën e Berishës. Por a është kjo kontratë pagesa për konsulentin amerikan Chris Lacivita? ABC News u interesua pranë Partisë Demokratike me të njëjtën pyetje, por në një reagim zyrtar, Selia Blu nuk ju përgjigj interesit dhe as nuk sqaroi nëse është kjo manovra që ka zgjedhur Berisha për të paguar fushatuesin e Trump duke anashkaluar detyrimet ligjore. Por pagesa e parë në prill koincidon me ardhjen e këshilltarit amerikan në Tiranë për hapjen e fushatës së Partisë Demokratike. Doktori ndërkohë ka premtuar se do të publikojë kontratën me Lacivita, por e ka shtyr disa herë. Lacivita nuk përmendet në këtë kontratë lobimi, por kompania e kontraktuar ka si drejtoresh Katie Wiles, vajza e Suzy Wiles. Kjo e fundit bashkë me Lacivita bashkëdrejtuan fushatën e Trump në 2024, po ashtu në oborin e doktorit, prej muajit shkurt, sorollatet lobisti Paul Manafort, roli i të cilit mbetet i paqartë për momentin. Ky është lobimi i dytë i Berishës për non gratën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Herën e parë, ai kontraktoi kompaninë e Charles Black, ish ortak i Paul Manafort. Kontrata ishte vullnetare, pa pagesë, por Black dështoi të heqë non gratën Berishës, sa kohë në krye të Departamentit Amerikan të Shtetit qëndronte Antony Blinken. Përballë qindra emigrantëve në Selanik që jo rrallëherë kanë vuajtur fshesën greke, sa herë mes Athinës dhe Tiranës ka patur tensione, Sali Berisha ka bërë fushat me Fredi Belerin, njeriu në luftës mes dy vendeve. Berisha ka mbrojtur Belerin dhe ka sulmuar qeverinë e Tiranës nga Greqia në një tjetër rast kur për qëllime politike personale një politikan sulmon dhe adeun e tij. Sali Berisha doli këtë të diel jashtë shtetit për një takim me emigrantët në Selanik, por sa herë doktori shkon në Greqi, pas ka Fredi Belerin, të cilin e kalon gjithmonë në plan të parë. Por duhet pranoj miq, se akti i 2 viteve më parë i narkodiktatorit të Tiranës Edi Rama ndaj eurodeputetit Fredi Beleri është një nga aktet më të shëmtuara në historinë e demokracive europiane. Kurse në plan të dytë, la turisti nga Korça, që falë Ramës, është kthyer tashmë në superstarin e fushatës së tij, Ilir Vrenozi. Ilir, ti u bëre stari kësaj fushate, se përfaqësove shqiptarin e vërtet. Përfaqësove njeriu në thjesht, tregove se karakteri, nderi dhe integriteti janë kryesore për çdo njeri dhe ja theve humt në Korçë dhe në Shqipëri. Të falenderoj shumë. Por shpejt u kujtua se për këtë fushat Berisha Vrenozin e ka falas, kurse Lacivitën me pagesë. Ne dalim para shqiptarve me Chris Lacivitan, një nga kryestrateg të fitoreve në botë, a i del para shqiptarve me vullnetësinen. Entuziazmi e kapi edhe këtë herë doktorin, me premtime dhe nga tresa madhështore. Makinën e parë do ta sillni pa taksa në Shqipëri. Rroga mesatare rritet në 500 euro. Rroga minimale, rroga mesatare në 1200 euro. Në mitingun e Berishës në Kavaj u shfaq me kapuç, por Elvis Roshi thotë se nuk ka frikë nga askush dhe do dal hapur në fushat. Ish kryetari i Bashkisë Kavajës humbi postin e tij dhe mundësinë e rikandidimit për shkak të ligjit të dekriminalizimit. Pas shfaqjes së Elvis Roshit në mitingun e Berishës në Kavaj, kandidatët e tjerë demokrate kanë marrë mesazhin dhe po mobilizohen bashk
për të mbledhur vota përballë kushëririt të tij. Rudin Ylviu, një nga 5 kandidatët për këtë bashki nga Partia Demokratike, njofton se është tërhequr nga kandidimi. Ai do të bashkojë votat me kandidaten Loranca Hoxha, vajzën e ish kandidatit për kryebashkiak të Rogozhinës, Shkëlqim Hoxha. Ky vendim nuk ishte i lehtë, por rrjedha nga nevoja që të gjithë të jemi të bashkuar drejt një misioni më të madh dhe ai është përfaqësimi i Kavajës me një mandat në parlamentin e ardhshëm. Sistemi ynë elektoral është ndërtuar në mënyrë të tillë që matematikisht Loranca si kandidate femër është e vetmja që ka shanset të zgjidhet deputete. Me qëllim maksimalizimin e votës, emri im do të qëndrojë në fletën e votimit, por të gjitha votat duhet të shkojnë drejt emrit të Loranca Hoxhës. Bashkimi i votave të këtyre dy kandidatëve sfidon kushëririn e ish kryebashkiakut socialist Elvis Roshi, që po synon të mbledh votat e demokratëve në Kavaj. Vet Roshi, pasi u shfaqi maskuar me kapuç në mitingun e Berishës, paralajmëroi se nuk ka frikë dhe do të dalë hapur në fushat. Unë nuk i fshihem askujt e nuk maskohem prej askujt. Unë isha në atë takim elektoral sepse unë mbështes kushëririn tim, djalin e Xhaxhait, birin e Kavajës, Elton Roshi, dhe për të mbështetur njeriun e familjes sime, unë nuk kam as frikë, as droje e as gjë tjetër. Ne kemi në këtë moment e fjalën e kryesocialistit Edi Rama, i cili është në një takim lidhur me projektet e rëndësishme infrastrukturore se takon aeroportit të Florës. Mbrojtjes, kthesë historike që diktohet pa diskutim nga konteksti botror, por dhe nga konteksti evropian. E mësuam në mënyrën më brutale të mundshme që lufta nuk është një film dokumentar bardhëzi, por është një realitet fatkeqësisht në dyert e Europës, në ndërkohë që po përjetojmë një proces tërësisht të befasues dhe të paimagjinueshëm vetëm pak vite më parë të qasjes ndaj mbrojtjes, të qasjes ndaj idesë së luftës, në një botë ku konfliktet nuk duket se do shkojnë duke ushuar, por po bëhen gjithmonë më të ndërlikuara edhe për shkak të teknologjisë që përparon në mënyrë maramëndse, dhe patjetër që edhe për ne ka lindur jo nevoja, por domosdoshmëria që ti qasemi këtij procesi transformimi me një strategji të re. Dhe kjo strategji e re ka filluar të jetësohet hap pas hapi. Pjesë e këtij jetësimi është dhe marrëveshja që sapo i firmos me partner strategjik të besuar të Republikës Shqipërisë, me miq dhe aleat të pa dyshim të popullit shqiptar, të kombit shqiptar, dhe jemi në një proces diskutimesh në disa drejtime, por thelbi është që ne duam të rilindim industrinë tonë të mbrojtjes dhe industrinë tonë të prodhimit ushtarak. Jemi shumë optimist për hir të vërtetës, kemi partnerët dhe aleatët e duhur, që janë lider në këtë fushë, jo vetëm Izraelin, por edhe Shtetet Bashkuara, edhe shtetet tjera të Bashkimit Evropian, dhe patjetër edhe Turqinë, që është një aleat strategjik i yni, dhe ne jemi duke punuar intensivisht në disa drejtime. Ajo që është më e rëndësishmja për këtë moment të theksohet është që rritjen e buxhetit mbrojtjes, të cilin ne kemi fokusuar në mënyrë të veçantë vitet e fundit tek rritja e mbështetjes për forcat tona të armatosura, do ta vazhdojmë duke shtuar mbështetjen për ushtarakët tanë në të gjitha aspektet, jo vetëm në aspektin e pagës, por dhe në gjitha aspektet e tjera, deri tek strehimi. Kemi filluar një politikë të re për të mbështetur strehimin e ushtarakëve, dhe nga ana tjetër do ta fokusojmë tek prodhimi, tek
ngritja e një baze të mirëfillt prodhuese në Shqipëri për të vënë në dispozicion të forcave tona të armatosura mjetet më të sofistikuara të kohës, por edhe për të eksportuar, duke bërë kështu dy gjëra. Përveç rritjes së kapacitetit të sigurisë, por duke bërë kështu dy gjëra. E para, duke krijuar një bazë industriale ekselence dhe duke ju krijuar mundësi vajzave dhe djemve të këtij vendi që jo vetëm të qëndrojnë këtu për punë të mirë paguara, por edhe të kthehen këtu për punë të mirë paguara, dhe nga ana tjetër duke përdorur industrinë ushtarake si një komponent të ri, si një motor të ri të rritjes sonë ekonomike. Kështu që unë jam shumë besimplot që kjo marrëveshje e nënshkruar sot, e cila është vetëm, siç thash, një nga gurët e një mozaiku shumë kompleks, do të na jap në 4-5 vitet e ardhshme mundësinë të jemi shumë krenar që ishim këtu sot. Dhe jam i bindur që të gjithë ushtarakët e rinj që i shikoj aty në sfond do ta kujtojnë këtë ditë si ditën kur nisi një epokë e re për forcat ajrore të Republikës Shqipërisë, por edhe për forcat tona të armatosura në përgjithësi. Ne kemi njerëz shumë të talentuar, kemi një situatë shumë interesante në fushën e teknologjisë me shumë vajza dhe djem të talentuar që kanë nevojë vetëm për mbështetje dhe hapësirë. Dhe të dyja këto është detyra jonë që t'ja u krijojmë, kështu që jam i bindur që jo vetëm për sa i përket pilotëve, për sa i përket kapitenëve dhe kategorive tjera të profesioneve që duhen edhe për forcat detare, apo për sa i përket edhe pastaj forcave që do të përdorin edhe mjetet pa pilot, mjetet pa shofer e tjerë, por edhe për gjithçka që ka të bëjë me aspektin tjetër të inteligjencës artificiale, të digitalizimit deri në pika ku ne sot as nuk e imagjinojmë, do të kemi një brum të jashtëzakonshëm të vendit dhe do të bëjmë të mundur që me këtë brum të bëjmë një bukë të shkëlqyer në dekadën e ardhshme. Shumë faleminderit. Ekzekutohet marrëmzjarri një 58 vjeçar në Vlorë. Renato Hoxha i ka marrë 3 plumba në kokë dhe në trup pranë banesës së tij. Prej vitesh viktima punonte si roje në një objekt në ndërtim, ndërsa nuk kishte një emër i njohur për policinë. 58 vjeçari jetonte i vetëm, pasi prej vitesh ishte i divorcuar, ndërsa ishte babai 2 fëmijëve të rritur. Dyshohet se autori mund të ketë hyrë nga një rrugë pas banesës pa kamera sigurie. Një 58 vjeçar është ekzekutuar me 3 plumba në Vlorë. Renato Hoxha është gjetur pas shenja jete mëngjesin e së dielës në lagjen Hajro Çakëri pranë banesës së tij. Viktima punonte prej 5 vitesh si roje në një objekt në ndërtim. 58 vjeçari ka marrë 2 plumba në kokë dhe 1 në trup, por nuk dihet ende me çfarë lloj arme është qelluar, pasi banorët të zonës nuk kanë dëgjuar të shtëna. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 6 të mëngjesit kur po kthehej në shtëpi. Ai është goditur nga afër 3 herë me armë zjarri tek shkallët në hyrje të banesës së tij. Policia është lajmëruar nga bashkëtuesja.
Burime pra ABC News konfirmojnë se Hoxhaj nuk ishte një emër i njohur për policinë. Megjithatë, po hetohet nëse mund të ketë pasur probleme në të shkuarën. Policia po kontrollon kamerat e sigurisë së zonës për të parë nëse kanë kapur ndonjë gjurmë të autorit. 58 vjeçari jetonte vetëm pasi ishte i divorcuar prej vitesh dhe ishte babai i 2 fëmijëve të rritur. Nga banorët njihet si njeri pa probleme. Dyshohet se autori mund të ketë hyrë edhe nga një rrugë tjetër pas lagjes, e cila ishte si shtek pa kamera sigurie dhe në errësirë totale. SPAK ka kërkuar konfiskimin e pasurive të Erion Kasmit dhe Julian Xhafës, të akuzuar për mashtrim kompjuterik dhe grup të strukturuar kriminal. Sipas prokurorisë posaçme bëhet fjalë për 2.3 milion euro pasuri, apartamente, garazhe dhe subjekte tregtare në disa qytete të vendit. Struktura e posaçme antikorrupsion ka kërkuar për ditën e së dielës konfiskimin e pasurive të Erion Kasmit dhe Julian Xhafës. Ata akuzohen për mashtrim kompjuterik dhe grup të strukturuar kriminal. Sipas prokurorisë së posaçme bëhet fjalë për 2.3 milion euro pasuri me apartamente, garazhe, subjekte tregtare në kryeqytet, në Durrës, Kavaj dhe në Sarand. Erion Kasmi dhe Julian Xhafa u dënuan me 21 vite burg për 7 milion euro ndaj qytetarëve gjerman përmes mashtrimit në call center, ku këta të fundit investonin në bursa. Por apeli i gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar prishi vendimin në datën 23 prill dhe urdhëroi që çështja të rigjykohet nga fillimi me një tjetër trup gjykuese në gjykatën e posaçme. Më 8 korrik Erion Kasmi i akuzuar si organizatori i skemës mashtuese u dënua me 11 vite burg në aplikim të gjykimit të shkurtuar me 7.4 vite, ndërsa Julian Xhafa u dënua me 10 vite dhe me gjykim të shkurtuar 6 vite 8 muaj burg. Sipas SPAK, Blue Energy Coal në Tiranë ishte përfshirë në mashtrimin e shtetasëve gjerman, duke u marrë mbi 7 milion euro përmes bursave fiktive. Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore kanë vlerësuar ecurinë e ekonomisë shqiptare. Në mbledhjen e pranverës në Washington, guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Seko, tha se rritja ekonomike cilësohet e qëndrueshme në nivelin 3.54%. Sektori i turizmit vlerësohet të jetë një ndër shtysat kryesore të ekonomisë në vendin tonë, ndërkohë tensionet tregtare për shkak të tarifave vijojnë të mbeten një risk për ecurinë ekonomike. Ekonomia shqiptare do të ketë një rritje të qëndrueshme përgjatë viteve të ardhshme. Ky është vlerësimi i ekspertëve të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore. Guvernatori Gent Seko nga Washingtoni, ku mori pjesë në mbledhjen e përbashkët të këtyre institucioneve financiare, tha se ecuria do të mbështetet veçanërisht nga turizmi dhe konsumi privat. Si është vlerësuar shumë pozitiv dhe veçanërisht për Shqipërinë, Fondi Monetar dhe Banka Botërore gjykon që Shqipëria është në një trajektore pozitive zhvillimi, ekonomia jonë do të rritet në nivelin 3.54% në afatin e mesëm dhe të shkurtër, inflacioni do të mbetet nën kontroll dhe sipas parashikimit të Bankës Shqipërisë, objektivi 3% i inflacionit do të arrihet në vitin 2026. Treguesit e përgjithshëm makroekonomik u vlerësuan pozitivisht nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. Sipas kreut të Bankës Qendrore me impakt të rëndësishëm në ekonomi, janë vlerësuar edhe reformat në kuadër të integrimit, duke përmendur antarësimin në SEPA. Një vlerësim mjaft pozitiv u dha për Shqipërinë nga institucionet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar lidhur me progresin e bërë për digitalizimin dhe veçanërisht për modernizimin e sistemeve të pagesave. Pranimi i Shqipërisë në zonën SEPA është një nga arritjet e konsiderueshme dhe kjo u vlerësua pozitivisht. Puna e mirë e bërë nga Banka e Shqipërisë dhe autoritetet e tjera lidhur me pranimin vitin e kaluar, por dhe me aplikimin e bankave tregtare gjatë këtij viti dhe me synimin për të bërë pjesë e SEPA-s në tetor të këtij viti. Ndërkohë që tensionet tregtare për shkak të tarifave vijojnë që të mbeten një risk për ecurinë e ekonomisë. Bizneset shqiptare kanë raportuar më shumë fitime përgjatë vitit të shkuar. Në raportin e stabilitetit financiar të Bankës së Shqipërisë konstatohet se 93% e ndërmarrjeve kanë operuar me fitim. Sektorët me performancën më të mirë rezultojnë ndërtimi dhe shërbimet. 93% e ndërmarrjeve në Shqipëri kanë raportuar rritje të fitimit. Ecuria e shitjeve vlerësohet pozitive dhe me rritje të ndjeshme krahasuar me një vit më parë.
Në raportin e stabilitetit financiar të Bankës së Shqipërisë, theksohet se vlera më e lartë e indeksit është regjistruar në ndërmarrjet e mëdha dhe ato të sektorit të ndërtimit, ndërsa rritja më e shpejtë gjatë periudhës rezultonte ndërmarrjet e mesme dhe ato të sektorit të shërbimeve. Kjo lidhet direkt me fluksin turistik që po përjeton vendi ynë këto vitet e fundit. Bizneset kanë vlerësime edhe më pozitive për gjysmën e parë të vitit 2025. Të tre grupet e ndërmarrjeve të vogla, të mesme dhe të mëdha presin rritje të mëtejshme të shitjeve dhe të rezultatit financiar, përsa u përket sfidave të aktivitetit gjatë kësaj periudhe. Ndërmarrjet e vogla dhe ato të mesme kanë cilësuar gjetjen e tregut, ndërsa ndërmarrjet e mëdha kanë veçuar kostot e financimit dhe disponueshmërinë e stafit. Pesha e ndërmarrjeve që kanë hua për të paguar nuk ka treguar në një ndryshim të rëndësishëm gjatë kësaj periudhe. Rreth 36% e bizneseve deklarojnë se kanë aktualisht një hua për të paguar. Kjo pesh ka shënuar një rënje prej 1% krahasuar me 6 mujorin e kaluar, ndërkohë rreth 84% e ndërmarrjeve e konsiderojnë të përshtatshëm nivelin e tyre të huamarrjes, ndërsa ndërmarrjet e vogla vijojnë që të shfaqin kërkesë më të lartë për financim. Në një lidhje të veçantë shpirtërore me Vatikanin, një shqiptar që jeton në Itali tregon simbolikën e një palë këpucëve që i ka dhuruar papës dhe takimin me të. Profesioni i këpucarit, që nisi kur emigroi në Itali 34 vite më parë, i krijoi Petrit Kozelit ura komunikimi me Selinë e Shenjtë. Ai kujton dhe një letër dërguar papës dhe takimin e veçantë me të në vitin 2017. Kozeli është ndaruar me titullin Komandant i Vatikanit. Një palë këpucë shqiptare që simbolizojnë rrugtimin të bashkuar drejt paqes, të realizuara nga Petrit Kozeli si dhuratë për Papa Franceskun, që ishin edhe piknisja e një rrugtimi të gjatë të Kozelit në Vatikan dhe nderimeve të tija të shumta. I emigruar në Itali rreth 34 vite më parë, Petrit Kozeli, fotografi kthyer në këpucar, zgjedh këtë formë për të komunikuar me Papa Franceskun, e shoqëruar me një letër që përcillte mesazhin e këpucëve dhe që u pasua nga një falënderim nga Ati i Shenjtë. Kozeli rrëfeu momente të ndjera për ABC News në kuadër të ceremonisë mortore të Papa Franceskut. Mesazhi që i Papa lëshonte çdo ditë për paqen në botë, kjo më bëri mua të frymëzohem dhe këpucët në flamurin shqiptar që t'ia dhuroj Papa Franceskut. Qëllimi i këtyre shkpucëve ishte popujt me ecje drejt paqes. Mbas letrës që unë dërgova papës, mbas 3 muajve, pasi erdhi sekretari i vet papës, nuk kaluan as 15 ditë dhe erdhi letra e falënderimit të papës. Kjo është piknisja e një marrëdhënie të ngushtë me Vatikanin. Duke ju rikthyer profesionit të vjetër të fotografit për një media të Selisë së Shenjtë, Kozeli bëhet pjesë e një delegacioni të përzgjedhur prej 10 personash që në vitin 2017 takojnë Atin e Shenjtë. Ka afruar papës, papa me atë buzëqeshën e tij të ëmbël, më zgjat dorën dhe ai moment ka qenë shumë interesant sepse në atë moment mua buzëqeshja e tij dhe dora e tij më mblohën të gjithë mendimet, domethënë që do t'ju thoja papës dhe i drejtohen. Ati i Shenjtë, nëpërmjet jush, unë do të falenderoj Kishën Katolike që më njohu mua me Zotin, të pa njohur për fajin e regjimit në Shqipëri ateist. Ai në atë moment eksplodon nga gëzimi dhe thotë kjo është një nga dëshmit më të bukur që kam dëgjuar. Pas këtij takimi, Petrit Kozeli nderohet me titullin e lartë të komandantit të Vatikanit, ndër të shumtë të tituj që mban qoftë nga Italia apo Shqipëria, por që e bën të ndihet krenar. Një sekretari i Papa Franceskut e ka vizituar Kozelin 3 herë në shtëpinë e tij në Mantova, në kuadër të festimeve të Pashkës, me një detyrë të rëndësishme. Me detyrën që të më sillte dhe dhuratën e Papës. Në dhuratën e Papës ishte, ne i themi rosario, që mund të lutesh me kokrat, me një kryqin e Krishtit e tjera, në argjenti, shumë e bukur, Vatikanit, një bilet të tij personale ku fliste për djalin, për Krishtin që Petrit Kozeli shpreh se do e kujtoj Papa Franceskun për të ecimin e mesazhit të paqes, shpirtin e tij të dëmshurisë dhe modestinë. Një
Një ndërhyrje ndërlikuar është realizuar në Spitalin Shefqet Ndroqi në kryeqytet. Një 57 vjeçari ju hoq 1/3 e mushkërisë. Për ndërhyrjen u përdor teknika mini-invazive, pasi pacienti ishte duanpirës dhe në rast operacioni do ta kishte të vështirë rekuperimin. Sipas mjekëve, një ndërhyrje e tillë redukton dhimbjen dhe jep mundësi pacientit të qëndrojë më pak kohë në spital. Ndërhyrja shënon një standard të ri në kirurgji në vendin tonë. Ramazani vuante nga problemet në mushkëri prej rreth një viti, por kohët e fundit frymëmarrja ju vështirësua, shqetësim që e detyroi të drejtohej mjekut. Kam gati një vit, po janë 3 muajt e fundit, janë 4 muajt e fundit kam që jam interesu me fjallë. Në për mjek, frymëmarrje e kisha shumë të vështirë edhe dhimbje, her pas herë në krahun e djathtë. Pas vizitave, mjekët konstatuan se 57 vjeçari duhet i nështrohen ndërhyrjes kirurgjikale. 1/3 e mushkërisë duhet hequr, por si një duhanpirës i vjetër do ta kishte të vështirë rekuperimin pas operacionit. Kështu vendosën të përdori një teknik tjetër. Për herë të parë në Spitalin Shefqet Ndroqi në Tiranë u realizua me sukses ndërhyrja e avancuar kirurgjikale përmes një prerje vetëm 5 cm. Heqjen e një lobi me anë të një teknike endoskopike, asistencën e videotorakoskopisë. Në vendin tonë është risi. Përfitimi për pacientin është jo thjesht ana estetike, sepse më parë dhe në vazhdim dhe në shumë klinika në botë vazhdohet bëhet kirurgjia konvencionale me një hapje 15-20 cm dhe këtu bëhet fjalë për një hapje 5 cm, por tek ajo që përfiton pacienti realisht, sepse rikuperon më shpejt, ishte një pacient bronkopneumopat. Një pacient që do të thotë që mushkëritë e tij ishin të dëmtuara paraprakisht, jo thjesht se kishte një kancer, por mushkëritë e tij vuanin nga emfizema, duanpirja për kohë të gjatë. Dhe sa më e vogël trauma kirurgjikale, aq më shpejt ai pacient do të rehabilitonte. Kjo teknik mini-invazive, e cila përdoret për problemet e mushkërive në disa prej qendrave më të specializuara ndërkombëtare, sjell një standard të ri në kirurgji dhe në vendin tonë. Kirurgji të tilla deri më parë pacientët që i preferonin bëheshin vetëm jashtë me çmime stratosferike, ndërsa këtu e përfitojnë falas, aplikohet për trajtimin e kancerit të mushkërisë, gjithmonë që është operabël, ose për patologji të tjera benigne ose maligne të mushkërisë që ka nevojë për të bërë këtë lloj rezeksionit të mushkërisë. Kërkon goxha përqendrim, kërkon suportin e vet me pajisjet e duhura, vështirësitë të cilat ne i kemi të i kaluar me pasjen e mundësisë steplera që janë mekanizma prerës qepës automatik që përdoren për këtë lloj kirurgjie. Sipas mjekëve, një ndërhyrje e tillë redukton ndjeshëm dhimbjen dhe jep mundësi pacientit të qëndrojë më pak në spital. Kam qenë shumë keq para operacionit, tash ndjem mirë. Ishte gjithçka e përgatitur për Newsline për ditën e sotme, zhvillimet e fundit përditësuara minut pas minute nga vendi, rajoni dhe bota, ju mund t'i ndiqni dhe në faqen tonë abcnews.al, njërësh dhe në valët e radios 105 FM. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.